Sigurisht është shtëpia e Sarai Hisen Pashës, që me kalimin e viteve mori role të ndryshme në jetën e qytetit. Ishte shkollë fillore, shkollë muzike, ndërsa sot ky objekt ka marrë një mision tjetër, ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Gjilanit. Brenda mureve të tij ruhen dëshmi të jetës së dikurshme, vegla pune, veshje tradicionale, instrumente muzikore, fotografi dhe objekte që flasin për mënyrën se si kanë jetuar e punuar brezat e kaluar. Çdo eksponat bart një histori, ndërsa çdo dhomë rikthen kujtime nga një kohë kur puna e dorës, tradita dhe zeje ishin pjesë e përditshmërisë. Përmes Muzeut Etnologjik të Gjilanit, këto vlera vazhdojnë të ruhen dhe të përcillen brezave të rinj, duke e mbajtur të gjallë identitetin dhe historinë e qytetit. Fatime Ahmeti, zyrtare e muzeut, tregon për një nga mjetet më të rëndësishme të asaj kohe, vekun, dhe mënyrën se si është përdorur ai. Kjo ka qenë një herë më herët shtëpi private, tana shkollë fillore, tana shkolla teknikës, tash është tana shkollë muzikës, tash është Muzeu Etnologjik. 2021 është hap Muzeu Etnologjik. Këtu kemi trashëgimit vjetra, të cilat vinë vizitojnë janë të interesuar për trashëgimit vjetra. Këtu e kemi vekun. Veku ka qenë një mjet i rëndësishëm, të cilat gjyshet tona edhe nona tona kanë punu me vek, i kanë punu qëllima, se në atë kohë nuk ka pas tepia si sot që i blejmë. Atëherë i kanë punu vetë me leshin e deleve e kanë marë edhe e kanë tjerë. Kjo është furka, të cilin e kanë tjerë leshin e deleve, edhe tani i kanë marë, i kanë gjyros, edhe i kanë bo janin, qëllimin, edhe pshtjellakun, të cilat i kanë punu me vek. Përveç mjeteve në muze gjenden edhe rroba, ku qytetarët e kanë gjetur si mënyrë për të ruajtur rëndësinë e tyre ndër vite. Kemi pundore, të cilat janë të punu me gjilpor, kemi qezë, nuset, këtë njerë kër jenë pregadit për martes, kanë punu kanë punu edhe me krabza, me gjilpor, mindila, qezi, thojnë këto. E kemi edhe qëllimin që është i shtrum këto, që është i punu në vek. I kanë punu vajzat në atë kohë, të cilat nuk ka pas shumë vajzat që nuk janë shkollu, po kanë punu pundore, punë të shpis, edhe mu pregadit për martë. Këtu e kemi një arkë, e cila në atë kohë nuk ka pas armona, si tash që kemi, atëherë i kanë vendos robat e nusës. Kër në shku me marë nusën, i kanë vendos të në arkë, arin, robat, arka është punu në pej drunit. E kemi edhe këtë kufer, dhuruar pej Naile Jusuf Baliu, të nënës vet e qejz që ka punu, i kanë vendos të nuset, atëherë që kanë lanë qejzin e kanë palu, edhe kanë që këtë kufer është model maj vjetër, ajo ka pas qef me arme dhurue në muzej. E kemi edhe këtu pundore, këtu nusja kërë pregadit unazën kërë i kanë që, i kanë pregadit këtu këtë boshqen, këtë me gjilpon, edhe këtë këmish me uja vet i kanë punu. Këtu në maqin të punune edhe me gjilpor, këtë që ndisu në jenë me gjilpora. Ahmeti ndalet edhe te goblemat, punime artizanale që dikur ishin pjesë e pandashme e vajzave, ndërsa tregon se edhe ajo e ka punuar vetë, një proces që zgjati rreth një muaj. Këtune herë në atë kohë, na i kemi thonë goblena. Atëherë nona tonë e gjyshat i kanë punu me pej, këtë me gjilpor janë punu me, i kanë marë pejnë me ngjyra edhe e kanë qëndis këtë si piktur, tana i kanë që nuset, i kanë shtien në rami, këtune herë i kanë thonë, edhe i kanë bo kur jenë martu, i kanë që në qezë, po vaki i kanë 20 goblena, 17 edhe vetë i kumë punu këtu pundore, këtu jenë shumë pikturat bukra. Po, e fështirë, se një muj ditë, deri sa e kumë qëndis se normal që ka pas punë kjo, me edhe pejnë, me dalu edhe mirë, po o kom knasi kur kumë punu, se dalë ke bukur.
Njëra nga dhomat e muzeut është e pasuruar me veshje tradicionale të burrave dhe grave, përfshirë dhe veshjen karakteristike të medvegjes, të cilat dëshmojnë për trashëgimin dhe identitetin kulturor. Këtu e kemi edhe veshjen e burrave, këtu në herë që i kanë pas, i kanë thonë tirqi, këta janë tirqi, këtu është këmisha, plisi ma ju e dini për plisin që në atë kohë kanë bajt gjithmonë babalarë tonë, burat kanë bajt, i kanë shku me plisa. E kemi shokën, e cila është punu me vek, edhe këto tirqit janë punu në vek. E kemi edhe një veshje 2000 lek, në atë kohë i kanë punu vetë këto këtë gjamadonin, rrypin, dimijat, pumoshe këtë nërë. Kjo këmishën është punu me gjilpan, vet i kam punu, në vek i kam punu edhe këtë pelhuren, nana tona, gjyshe tona i kam punu. Kemi një veshje kombëtare e cila, kjo është shumë e vlerë, veshja medvegjes, e cila është e punu me krejt me gjilpan, me ruza, me vetë, kjo është në vek, plus edhe këto kullet që i kanë, në vek i kanë punu, edhe pështjelokun, edhe qërja shokun, krejt është me ruza. Kjo donë punë, këto, këmishen, shalin, knena, ketë me ruza, ketë me punë dore është e punune. Veshja medvegjes, të është mo e bojnë ati, ka ona medvegjes, halo kjo bëhat, se kjo vesh kombëtare, vesh e jonja. I kemi edhe do kuklat vogla këto, të cilat na i kanë dhurue i këbolle Hajdari me fëmin Down syndrome, i kanë punu bashkë në një aktivitet shumë i mirë edhe ata na i kanë dhuru. Që kjo veshje, që të dyjat me fustona në veshje Karadakut. Ato tjera më të stogët e Gjakovës e veshje kënda, që kjo veshje e Karadakut. As veglat muzikore nuk mungojnë në Muzeun Etnologjik të Gjilanit. Për historinë e disa prej instrumenteve flet Bora Shurdhani, nxënëse e shkollës Gjavit Ahmeti, e cila gjatë punës praktike në muze është njohur nga afër me trashëgimin kulturore që ruhet në këtë institucion. Kam ardhur këtu për punë praktike, do të zhvilloj punë praktike 3 muaj me mentoren Fatima Ahmeti, ku ajo më ka mësuar shumë gjëra të ndryshme në Muzeun Etnologjik të Gjilanit. Tani do të shkojmë t'ja tregoj disa instrumente muzikore të cilat janë ruajtur këtu me vite të tëra. Për shembull, këtu e kemi violinën e Isa Jakupit, kë ka qenë kompozitor i njohur në qytetin e Gjilanit. Po ashtu pas vdekjes së tij e ka prur violinën këtu për përkujtimore në muze. I kena edhe disa vegla muzikore të vjetra, si për shembull surlën, lahutën, kavallin, po ashtu edhe çiftelin siç e dim të gjithë. Këtu i kemi edhe disa foto që i ka pru komuna si përkujtim për dëshmorët, si për shembull Kadrizekën, Jusuf Gërvallën e disa të tjerë. Siç e përmend edhe Kadrizeka, sot e mban emrin e tij edhe Universiteti i Gjilanit. E kemi edhe Jusuf Gërvallën, i kena disa foto ma të rëndësishme të Jusuf Gërvallës, si që janë veshjet e përditshme të Jusuf Gërvallës, i kena veprimtarinë e tij, kitarën, pianën e Jusuf Gërvallës, të cilat janë të ruajtura edhe në Zvicër, po ashtu ka edhe libra të ndryshëm të cilat janë të shkruar nga ai. Në mesin e eksponateve ruhen edhe veglat e njohura të këpuctarit Agim Mehmeti, një trashëgimi e veçantë që sjell dëshmi për zanatin dhe punën e dorës të një kohe të kaluar. Në atë kohën më të hershme të vjetër e kanë quajtur ujti me prosh. Na tash e quajmë hekur. Në atë kohë s'ka pas rrymë, edhe këta e kanë bë vetë me prosh, e kanë vendos të prushin edhe kanë hekuros teshat. E kanë bërë një zgjidhje. E tash na i themi kënja, në atë kohë është quajtur ujti me prosh, e dhuruar nga Shaban Hajrullahu. E kemi edhe havani. Havani është përdorur në atë kohë me fletat e duhanit, mi gri, me bo duhanit. Po kanë mjellarat me duhan edhe kanë punu tani me këtë makinën havan. I quajtur havan, i kanë blu gjethet. Edhe kemi edhe këtë peshorën,
Në atëherë nuk kanë pas peshore, tash që kemi me rrymë, po i kanë matë me këta hekurat. E kemi këtu një 2 dronjë, të cilët këtu e plisin, kër e kanë marru plisin, i kanë marrë për me morë formën. Kjo është pej druri, tana për me bo plisin. Kjo tjetra për me pastru plisin. Kërhana, cilat i kanë përdorë për leshin e qingjave me krej. E kemi edhe do veglat këpucesh, e dhuar nga Ege Mehmeti, këpustari ndjeri, ne kanë dhuruar. Këto që ka punu, tash edhe djalli ti punon, djalli Agimit, që ka punu e këtu e në veglat e këpucave, të cilat i ka përdorë ndjeri Agim. Këtu e kemi ushqimin e kafshëve, cilat qëtë kashtë, që është ushqimi i kashtë. Edhe kemi një tërfort i cili shpunue me dru. Në atë kohë, gjyshet tonë e kam punu krejt vetë me dru, ku tërfurk quhet. Këtu e kemi zgjedhen. Në atë kohë në vjetër nuk kam pas traktor me livruarat, po i kanë livru me 2 lopë, i kanë nuk të në zgjedh edhe i kanë livruarën. Këtu e kemi një shal, e cila është punune me pundore, punë drune. Kemi edhe tërplotën, cilin e kanë kjo përdor për me pasulin me shtyp, për me nxirë për gërgjolleve. E kemi edhe magjen, e cila kjo ka shërby për me gatu bukën, e kanë lanë të nëna gjyshet të nëna millin, edhe këtu e kanë gatu bukën. Kjo qëtë magja. E kemi edhe do enë të bilmetit. Kemi një sofër të vogël, në atë kohë që s'kanë pas fëmija tavolina, po i kanë ullë në sofër me ngrëm bok. E kemi edhe tëpinat. Tëpinat të nërë i kanë, s'ka pas vaj, po e kanë marë, e kanë vendosë të qumshtin, edhe e kanë tunë qumshtin, edhe kanë botë lynë. Gjyshetona, edhe kjo është tëpi, po një model tjetër. E kemi edhe këto 2 bek i kanë thonë këtë nërë, i kanë këto me vegetën, biberin, i kanë marë, i kanë shtyp specat e djegës, edhe kanë biber për këtu. Këtu e kemi një veksh, të cilin i kanë lënë qumsht, i kanë zonë kosin për me nejtë ma fresk. Po vinë edhe në zonëca e vinë, sidomos të diasporës në vinë më na vizitu shpesh. Janë shumë të interesum, sidomos për festa 28 nëntorin, 17 shkurtin, vinë mësuset me nxënësa, janë të interesum për trashëgimi djetra, i binë fëmit nxënësat. Përveç muzeut etnologjik, Gjilani ka edhe muzeun e qytetit, një hapësirë ku ruhen eksponate dhe dëshmi që tregojnë historinë dhe trashëgimin e këtij vendi ndër vite.